Se është ajo që theti shpar. Ti pa dashje the që intelektualizmi the lind në qytet, nuk lind në fshat. Ndërkohë që unë të tregova që filozofia me thellë e kishte ai roja i kuajve. Kjo është ajo që tregoni ju. Unë mund të tregoj edhe qytetari, kur do të shaj fshatarin ka të dy gjëra. Ose te veshja që e the shpar, ose te ca zakone, ca gjëra të voçkla, kështu ca mos ndryshime që ka fshatari. Nuk ndryshon fshatari për ca gjëra. Nuk e dim këtë, sepse realiteti po tregon që fshatarët kanë ndryshuar. Më thuaj një rast nga realiteti. Profesore, ja më thuaj një gjë, kush? Ne sot edhe parlamentin e kemi plot fshatar, dhe kjo tregon që kemi një zhvillim, kemi e konsideroj zhvillim urban këtë gjë. Mos ta banalizojmë fare bisedën. Nuk po e banalizoj, po them që ky është me parlament dhe banalizojmë, lere të flasim për këtë çke. Kjo ardhje. Ata do mësojnë në çke. Po pikërisht prandaj po me që doni të shembuj, shpejt në qytet. Me që po doni të shembuj. Pra, fshatari përshtatet më shpejt se qytetari, ja? Po, integrimi i fshatarit në qytet është gjithmonë më i shpejt se sa të marrësh një qytetar dhe ta çosh në fshat, ta integrosh në fshat. Është çështje dëshire, nuk ka dëshirë. Tani kështu e ka, ne kemi pasur njerëzit tanë, unë po flas. Shiko, vishet më mirë, e blen makinën më të bukur, e blen shtëpinë më të bukur, jam dakord.